Të them në komisionin disiplinor se Ozani mua më ka puthur me forcë. Po, pikërisht këtë do të thuash. Nën ti çfarë po thua? Apo kërkon nga unë që të gënjej? Vajza ime, a në këto pëfthi ty ky djalë me papëlqimin tënd? Duhet thema nuk e bëri ai hapin e parë? Po, por... Mirë, s'është gënjeshtër atëherë? Nuk e di, nën. Mosdhënia e pëlqimit është një gjë tjetër, detyrimi i dikujt është diçka tjetër. Vajza ime, atë puthi Ozani, kur ti nuk doje apo jo? Kjo është çështja. Dhe unë ja ktheva. Ndoshta ai e bëri hapin e parë, por pastaj ajo që ndodhi pastaj nuk i intereson askujt, vajza ime. Përveç kësaj, a nuk do t'i bindesh e fjalës time? A nuk më premtove? Për shkak të kësaj që po ma kërkon, Ozani do të përjashtoj nga shkolla. E di këtë apo jo? Asgjë nuk do t'i ndodhë Ozanit. Familja e tij është e pasur. Do ta çojnë në një shkollë më të mirë brenda një jave. Në kjo është e padrejtë. Të lutem mos më kërko ta bëj diçka të tillë. Nuk mund ta bëj unë. Ky është shansi ynë i vetëm që ti të vazhdosh shkollën. Nuk kemi shans tjetër. Do t'i thuash komisionit disiplinor se Ozani të puthi me forcë. Kaq. Nën, kjo nuk është e vërtetë. Dhe pastaj nuk kemi njerëz që gënjejmë ne. Asle, nuk do ta diskutojmë se çfarë është e drejtë ose e gabuar këtu. Ti do që ta vazhdosh shkollën ose jo, vetëm këtë më thuaj. Dua, por... Atëherë do të bësh siç them unë. Dëgjoj zemër. Unë kam duruar kaq shumë vështirësi duke të rritur gjatë këtyre viteve. Kam punuar ditë e natë që ti të mund të vazhdosh shkollimin. Do ta bëja përsëri nëse do të mundja. Por këtë herë është ndryshe, Aslı. Nëse humbet bursën nuk kam mundësi të të shkolloj, vajza ime. Nuk mund të gjejat shumë para. Kështu që duhet të bësh siç po them unë. Nën, të lutem. Nëse nuk e bën, nuk do të fal unë ty. Më dëgjove? Nuk do të fal për atë që ke bërë. Çfarë është kjo fytyrë e ngrysur? Asla. E po, nëna e saj u tërhoq nga vendimi për të kthyer në Izmir? As duhet të ishe i lumtur? E vërtet, por... Ato po qëndrojnë këtu me kush që të mos flasin me mua. Që të jemi bashkë çdo ditë për të mos flasim. E si mund të adoroj njeriu këtë? Nëse. Të paktën ajo do të vazhdoj shkollën. Do të them, nëse ja dalim nesër, do të vazhdoj. Po rritë shpirti mamit. Je i gatshëm të vuash tashmë për lumturinë atyre që i do. Është kaq e bukur ta shohësh këtë, e din? Të shohësh që i vlerëson të tjerët. Është e pamundur që në nën të mos e shoh këtë. Edhe Hedia madje do ta shihte sa djalë i guximshëm dhe i ndershëm që je. Unë në sytë e saj jam thjesht një problematik që po i shkakton të lashe. Dhe ajo më urren për këtë. Për momentin. Ti ka diçka tjetër që të shqetëson. Takimi nesër mi bordit. Ozan, nuk do t'ju dërgojnë në fund të botës përse jeni puthur ju të dy? Më e shumta do t'japi një paralajmërim, kaq. Shiko për çfarë shqetësohesh. Kam frikë se bordi do të marrë ndonjë vendim të papritur për t'ia ndërprerë bursën, Astos. Dhe atëherë nuk mund të qëndroj edhe sikur të donte. Nuk do ta përballonim dot. Kjo nuk do të ndodhë, Ozan, mos fol kot. Nesër do të shkosh me qetësi në mbledhje dhe çështja do të mbyllet. Mos u shqetëso as për Hedien madje. Ajo grua është e ndershme dhe është e drejtë për drejtë. Do të doj me kalimin e kohës, do ta shohësh. Shko fli tani të mos bëhet tepër vonë. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë.
qetësi, paqe. Ajri është kaq i pastër. Të largohesh që këtu dhe të kthehesh në Ankara është shumë vështirë. Ti më pyet mua. Pa internet, pa telefon. Harova të merja ndonjë libër kur dola me nxitim nga shtëpia. Me qëra fjala, si do komunikojmë? Ke di. Në fakt, nga telefoni fiks në shtëpi telefonoj, sepse nëna do ta kontrolloj faturën. E po do vi më shpesh atëherë. Do të sjell edhe libra. Më trego libra që të pëlqejnë. Pastaj do takohemi pranë përrojt. Është vetëm 1 orë ose 2 orë me makinë. Mund të vi dhe të kthehem. Jas, ti ndonjëherë haron sa të varfër jemi. Ti duhet të kursesh para për biletën e minibusit për në shkollë. Nuk mund të lejoj të vish që të shkosh me para që të dërgon familja jote. Sidomos nëse mbetesh prapa në shkollë për shkak të kësaj do të mërzitem shumë. Nuk mundet. Atëherë çfarë do të bëjmë? Shiko çfarë kopurdhash, vetëm shikoj këto. E po, ti edhe i Lyli mund të shkoni dhe ti merrni nesër. Natën e mirë. Edhe ti. Kujdesu për veten. Shpirtu vënuam shumë me atë salcën e domateve, vajza ime do t'jetë shqetësuar shumë. Nuk pas ke fjetur ti? Nën. Unë dua që të kthehemi në Izmir. Do ta lësh shkollën. S'to kuptova? Nuk mund të them para komisionit se Ozani më puthi me forcë. Kjo do të ishte një gënjeshtër. Do të ishte e padrejtë ndaj Ozanit. Nëse do ta bëja nuk do mund t'ja fal vetes. Gjëja më e mirë do ishte që t'i lë të gjitha dhe të kthehemi në Izmir. Pra asgjë nga ato që them s'ka rëndësi, apo jo? Do t'i hedhësh poshtë gjithë përpjekjet dhe punën për një djalë që vetëm të lashe na ka shkaktuar. Do që të shkatrosh jetën tënde ashtu, vajza ime? Jo, nën. Nuk mundem. Nuk mund t'ja bëj këtë Ozanit. Nuk mund t'a lejoj të vuaj pasojat për të dy neve, për diçka që nuk e ka kryer. Nuk bën. Beja ime, shiko, mos me detyro ti përsëris të gjitha çfarë thash dje. Duhet ta bësh, a nuk e kupton? Duhet ta bësh atë për të vazhduar shkollimin tënd. Unë e dua Ozanin. Nuk mund t'ja bëj këtë njeriu që e dua. Aslı! Mirëmëngjesi dashpërt. Mirëmëngjesi.
Zhilide, e dashura ime, mirëmëngjesi. Ku po shkon kështu? Në shkollë. Në shkollë? Në këtë orë? Po sikur të shkoni bashkë pas mëngjesit. Nuk ka nevojë. Do shkoj më herët sot. Do takoj bordin. Të bordit. Shpirtim. Kështu, mund të mendohet se po ushtron presion mbi komisionin disiplinor apo edhe që po i ofron djalit tënd trajtim preferencial. Unë do të jem atje për të mbrojtur Rozanin dhe Aslen. Mos u shqetëso. Do të bëj gjithçka që mundem. Më beso mua. Mirë. Atëherë shko zgjidhje ti. Asla dëshiron të kthehet në Izmir, valla. Nuk e kuptova. Po shkolla? Nuk e di. Ajo nuk mund të jap deklaratën si që kërkoi zoti Mumtaz. Thotë se do ishte më mirë nëse do ta linte shkollën. Duhet ta bindi atë, sepse është mëkat. U përpoqa, valla, nuk funksionoi. Ky ishte fundi, çfarë mund të bëjmë? Jemi thjesht një barë për të gjithë ju. Mos thuaj kështu, Hedije. Por ti mos i trego asgjë Nuranit ose Ylylit. Ato tashmë janë të mërzitura. Të mos i mërzisi më shumë. Pra, mjeshtria shartje nga bërë kujdestar këtu, hë? Por sikur ai tha se s'mund punon të më. Jeta e këtyre varfnjakëve është një gënjeshtër. Ata rregullojmë ne me të, shef. Prit, kjo është e fundit. Nëse ai këm ngol për kompensimin, as ne s'do të rrim duar kryq. Shko të shkolla e Jazit. Ta shoh pak djalin tim, pastaj do të nisemi. Sa shumë më ka munguar fshati. Çfarë bët ju gjithë ditën? A u kënaqët? Shumë. A të shkaktoj Tezja ndonjë probleme, Ylyl? A jo, shpirt, shikoj sa ajo mbalosh si do të mund shkakton të kjo problem. Ata u kujdesin shumë mirë për mua. Zoti i bekof të dytë. Të dy? A erdhi njeri, Teze? A i djali me flok të erë, qëfar trimoshi që ishte. Ylyl, qëfar po thot Tezja, ha? Kush erdhi, vajs? Më shiko këtu mos vallë derisa unë nuk isha... Bështollëm pej, hëngrëm darë, pim qaj. Ylyl, thuaj djali të vi çdo ditë këtu, hajde bi. Teze, më thuaj pak qëfar djali ishte ai, ha? Ashtu i madh sa dera, i fuqishëm. Do doja të më kishte prerë druzjari, por harova. E marrë të mira. Qau. Hajde qau një herë. Ah, sa feti im. Sa i fort ishte ende. Safeti, tha? Po? A erdhi kunati Safeti? Po? Buri im erdhi, a i erdhi për vizitje. Safeti im erdhi. Duhet ta ketë marrë malli për mua. Ah, Tezja ime dashur. E varrosëm Safetin 10 vjet më parë. Së bashku e mbartëm arkivolin e ti. Zoti na ruajt, larg qoftë. Në gure në mal, por Safeti im është gjallë, a jeton. Po të them se mbështollën pej. Është çmendur fare kjo. Teze, a nuk i pive ilaçet sot në mëngjes, ha? Mirë, po shkoj ti marr ilaçet unë. O, zoti madh. Pra, i përzive të gjitha barërat së bashku. Çfarë bëre me to? Çfarë po bën? A bëre ilaç apo çfarë? Birim, gjithçka që bëj për ty.
që të mund të rish vetëm ti me i Lylin. Zoti madh, shlidhe ka i Lyli me barishtet që po përzihen. Birim, ti ki besim të njëra jote njëherë. Do t'i jap këto Nuranit për t'i pirë. Gjyshja i me ndjerë nuk i duron të dot për parësit tona kur ishim ne fëmi. Ajo zihen të një got me këto barishte dhe na jepte për t'i pirë neve. Na bëni në gjumë tër ditën thellë. Nuk na zgjon të as topi, edhe Nurani ashtu do të flej. Ashtu njëjtë do kalon edhe Nurani, më beso. Dhe ndërkohë, ti do të jesh vetëm me i Lylin atëherë. Mendoja se i ngjaja babait, por e sigur që këtë zgjuarësi e ka marrë prej teje. Halal të qoftë. Koraj, bëj që mos për ta bërë atë vajzë të flasë me ty në rregull, dakord birim? Mos u shqetëso. Xhaxha e Shar? Jam i zënë, zotri Ozan, po shpejtoj. Xhaxha e Shar. Unë e di që je i zemëruar, por nëse më dëgjon do ta kuptosh. Më lejo të ta shpjegoj. Është e qartë se çfarë ndodhi. Të flasësh dhe të më shpjegosh nuk do të ndryshoj asgjë. Më lër të shkoj. Tashmë jam tepër i mërzitur. S'ka kuptim ta vazhdojmë këtë temë. E di që je i zemëruar, më bërtit sa të duash. Unë prap do të ta shpjegoj. Si do ta shikosh dhe në tënë në sy? Ajo përpo qaq shumë për ty. Ta hapi shtëpin, të ofroj një vend në tryezën e ti. Po te zja Nuran, e ju Lyli, si do t'i shikosh ato në sy? Do të na sakrifikosh të gjitha për një dashurit të përkokshme? Unë po e bëj gjën e dur, nën. Gjëja e dur është të mendosh për njerëzit që do. Jo t'i braktisësh të gjithë për ndonjë djalë të pasur. Dëgjoj daja yt, unë, të gjithë po bëjmë gjithë çka që mundemi për shkollimin tënd. Do të na fshish të gjithëve kështu pa t'u dridhur dora? Nën. Nëse do të gënjej për përfitimin tim, dhe do t'ja shkatroj jetën dikujt tjetër, që kuptim ka të studioj drejtësiun? Atëherë dashuria jote për Ozanin qenë ka më e rëndësishmja për ty. Atëherë do të isha dikush tjetër. Nuk do të isha vajza jote. Nuk do të isha kushërira i Lylit, mbesa e dohes tim. Atëherë, të gjitha sakrifisat që bëre do të ishin të kota. Nuk kam pasur në dërmen të lëndoj askën. Por shumë njerëz u lënduan, zotri Ozan. Zotri Ozan, të jesh i ndershëm është diçka. Të jesh i kujdesshëm është diçka tjetër. Ndoshta jam i modës së vjetër sipas teje, sipas familjes tënde. Por në traditën tonë, dashuria nuk shprehet kaq hapur. Së pari, mendo për personin që do, merr miratimin nga familjet. Kështu e kuptojmë ne dashurinë birë. Një person e mbron privatësinë e tij. Më mirë do të vdisë se sa të lëndoj Aslën. Ti më nje pak a shumë, Xhaxha e Shar. U solla pak si çmendur, shkaktova probleme, por më beso po bëj gjithçka që munda për ta rregulluar. Unë Aslën e dua shumë. Dhe do bëj gjithçka që mundem për të mos e lënduar. A e dije që Asla po e lë shkollën? Ajo do të shkojë në Izmir për shkakun tënd. Si kështu? Zonja e Diu bindë mos shkonde. Asla po shkon me dëshirën e saj. Ajo po e lë shkollën për ty. E vetmja mundësi që mund ta parandalojë ndërprerjen e bursës është t'i thot bordi se Ozani e puthi me forcë. Edhe pse e di që do të kthehet në shkollë nëse e bën këtë, nuk do ta bëj. Ajo po sakrifikon jetën e saj, po djeg të ardhmen e saj për ty. Çfarë po thua kështu, Xhaxha e Shar? Ajo duhet të shkojë në atë bord dhe t'u tregoj gjithçka hapur. Ajo vajzë është e ndershme. Dhe është e qartë se ajo ka ndjenja për ty. Ajo po sakrifikon jetën e saj për ty. Pa bërtitur, akuzuar ose sulmuar askënd.
mund të flasësh për dashurinë dhe për zemërsinë tënde gjithë ditën. Kjo vajzë e varfër nuk thot asnjë fjalë. Ëndra e saj u shkatërrua për shkakun tënd, por ajo prap nuk ankohet. E ku është ajo tani? Duhet të shkoj të flas me të. Mbas edhe mund ta bin. Jo. Mos. Lere të qetë. Mos e lëndo dhe më shumë. Jas, ti ndonjëherë haron sa të varfër jemi. Nuk mund të lejoj të vish që të shkosh me para që të dërgon familja jote. Sidomos nëse mbetesh prapa në shkollë për shkak të kësaj do të mërzitem shumë. Aga? Shpresoj të jesh mirë. Çfarë ka? Mos pate probleme me nusen? Unë jam një gënjeshtar, vëlla. Me sa unë baj mend unë, gjithmonë kam ndruar për një vajzë. Që ditën e parë që pash, thash kjo është ajo. Kjo është ajo. Në fakt jemi në marrëdhënie të mira. Unë e shikoj atë, por ajo nuk më sheh mua. Pse vëlla kështu? Pse nuk mund t'ja tregoj kush jam unë? Nuk ka rëndësi nëse unë jam i pasur apo i varfër. Çfarë ndryshimi ka kjo? Çfarë ndryshimi ka? Por tani mjaft ishte. Le të ndodh çfarë të ndodh. Dua të jem vetvetja, vëlla. Dua të jem vetvetja ime. Hajde po shkojmë. Do shkojmë te Ilyli t'i tregojmë gjithçka. Pikërisht tani, fole si aga i vërtet, zotri. Të lumt aga. Thonë se e vërteta është në anën e së vërtetës. Shkojmë. Faleminderit, vëlla. Të betojmë se nuk ka Jo, nevojë po me të vërtet. them unë në asnjë mënyrë, jo. Asje. Ua, Ilyl, të lumshin duart, të betohem se më erë si ilaç. Ai përmende një ilaç ti, mos ka ujë të nxehtë në i brik shpirti, më thuaj. Po ka, pse çfarë të duhet? Ha, mirë se ne do të bëjmë nga një çaj dhe do të pime në nënën tënde, bukur. Pra nëse më mundon shumë i kam ilaçet në çantë razie do t'i pi ato. Po të lumt atëherë ty Nuran e dashur. Kemi ardhur në fshat ne këtu, nuk ka as shyrup, as tableta. Derisa ekziston një ilaç natyral kaq i mrekullueshëm, kjo ishte edhe receta e gjyshës sime të ndjerë. Çfarë ndodhi nën? Ka që dje kjo që thot që i dhem koka shumë asaj. Jo, shpirt jo, pata pak dhimbje koke dje. Por kaloj është dukur fare tani. Jo, nuk bën. Ashtu do ta bëjmë ne. Do ta jap të pish ti, në rregull? Më dëgjoj një herë mua. Nuran, a erdhën përsëri këta njerëz të poshtër? Teze, eja. Ullu këtu. Shikoj çfarë fytyra. Të ngrysur. Ngrihu që aty, qohu! Aty është vendi i safetit tim. Je shtrira aty si buall dembel. Ngrihu po të them, ngrihu! Ngrihu të them! Kalo, teze, kalo, eja. Nuran e dashur, shpirtim, hajde të përgatisim çajin ne. Eja. Teze,
Ozan? Mirë se erdhe. Përshëndetje Xhaxharik. Kam për t'i thënë bordi se unë e kam puthur me forca asën pa përqimin e saj. Prit një minutë. S'po e kuptoja, je mirë. Ullu dhe merr frymë thellë një herë. Aslë do të largohet, po kthehet në Izmir. Dhe nëse unë e marr unë përsi për gjithë fajin, bursa e saj nuk do ndërpritet. As nuk do të ketë nevojë të largohet. Prandaj do t'i them bordit se putha me forcë. Ozan, e di që kjo do të penalizoj me përjashtim nga shkolla, apo jo? Ngacmimi është një krim i rënd. Nuk më intereson. Unë jam përgjegjës për atë që ndodhi Aslës. Dhe jam gati të pranoj çdo ndëshkim. Për sa kohë që ai është e lumtur dhe mund të vazhdoj shkollimin. Duhet të ketë një zgjidhje tjetër, Ozan. Pasojat e një incidenti kaq të thjeshtë duhet të jenë kaq shkatruese. Përveç kësaj, e di që Fatiu është kreu i bordit, ai është njeri i ndershëm që mendon si ne. Mendoj se do ta zgjidh pa pasur nevojë për gjitha këto. S'mund ta rrezikoj. Unë duhet që ta nxjerr Aslën nga kjo ngatre sa më shpejt. Gjithçka u shkatrua, mori fund. Ozani do të përjashton nga shkolla për shkakun tënd. O, çfarë ndodhi zemër? Shpjego ma me qetësi. Pra, do doja të mos të kisha dëgjuar, nëse nuk do të kisha hedhur atë video idiot, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Çdo të thuash me të gjitha këto, mos më streso, shpjego ma me qetësi një herë. Nën, Ozani do të dëshmojë në komision se e puthi Aslën me forcë. Ai do ta marr vetë fajin. Ndërsa po përpiqeshin ta përjashtonin Aslën, përfunduam duke e përjashtuar Ozanin. Pyetja e vërtetë është si e lejoi Zhulit e këtë punë. Po ta dinte ajo nuk do ta kishte lejuar. Pra nuk e din ajo. Berqin, ma jep telefonin mua. Pret. Po bën gabimin më të madh të jetës sate. Do të përplasësh kokën pas murit, për kjo do jetë kot. Do të pendohesh shumë, vajza ime, shumë. S'ka gjë, nën. Do të përballem me pasojat. Ku po shkon? Nën, të lutem mos më ndalo, vazhdo. Ozan, lëri marrëzirat. Lëri marrëzirat. Çfarë do të thotë që të japësh deklaratën se e puthe me forcë? Mblidhe mendjen pak. Nuk kam ndonjë zgjidhje tjetër. Ose do ta bëj këtë, ose Aslën kam për ta humbur përgjithmonë. Ajo do të largohet, do të lërë gjithçka pas. Ozan, dëgjoj, kjo çështje nuk është do si do. Nuk do të mund ta pastronin ma të njollë nëse do të përpiqeshim gjithë jetën. Të gjejmë një mënyrë tjetër, do të mendojmë diçka, të lutem, mos më detyro. Unë jam përgjegjës për gjithçka që i ka ndodhur asaj. Më takon mua ta rregulloj. Nuk ka zgjidhje tjetër për këtë situatë. Ozan! Të lutem. Ozan, mos fol marrëzirat. Ozan! Ozan, shiko, mos e diq veten. Ozan! I lutem Zotit ta zgjidhësh këtë punë si duhet. Atë shpresoj vëlla. Mos u endë shumë këndej, është vend i vogël. Mund të na shoh ndikush. Do të flas me Ilylin sa po të jepet mundësia. Mund të vish të më marrësh. Më telefono dhe jam aty menjëherë. Hajde mi së shko ti. Hajde në rregull. Mere, bi. Gjyshe, me që e preve po haun. Hiqe dorën ti, mos e prek. Shikoj ti budallajn. Qerata. I thash vajzës, çfarë do ti? Vel për dinake. Ku është nana? Po flen ajo. Tha se do të shtrihej pak dhe e zuri gjumi me njerë. Pastaj ky çaj i bimor do ta qetëson ata, të thash. O, zot. Ne do shkonim për të mbledhur kërpudha, po shkoj ta kontrolloj. Ai jo e dashur, mos shkoti as pak. Gjuna t'ja prishin gjumin asaj. Eylül, ajo do vazhdon të thoshte se kishte dhëmbje koke. Lëre le të flej derisa t'i kaloj asaj. Ja, si e them unë. Ashtu ti dhe Koraj shkoni për të mbledhur kërpudha? Jo, unë do shkoj me nanën.
Ama kërpudha të mblidhen vetëm ditën që riten, vajza ime dashur. Ato që mbeten deri nesër do të kalben, ti e din. Pastaj e Gjora ka bërë plane që dje për të përgatitur këpurdha për darkë, sa e di unë, andaj po të them shko. Unë do të kujdesem për tezen, mos ki merakti, shkoni ju, shkoni. Nëna jote po fle brënda? Hajde shko tani, të paktën, mblidh disa këpurdha. Lyll, unë i njoh shumë mirë këpurdhat. Eja, më lejo të ndihmoj. Nuk mund të dallosh lehtë se cilat janë helmuese dhe cilat jo. Alo? Zhirida e dashura ime. Mirëmtas, nuk më intereson se çfarë do bësh, por do ta shtysh kohën në asaj mbledhje. Çfarë ka shpirt? Ka ndonjë problem? Ozani, ai do të dëshmoj se e puthi Aslan me forcë. Do ta djegoj veten duke u përpjekur ta shpëtoj vajzën. Bëj çfarë të bësh dhe pengoja atë komision derisa të harri atje. Zemra ime, nuk mund ta ndryshoj kohën e mbledhjes në minutën e fundit. Duhet të them në rregull, do të bëj çmos, por gjej një mënyrë Mirëmtas, shtyj atë. Ky djalë doli të ishte edhe më budallas me babajti. Bravo. Alo? Deria, cilat janë të reja të fundit? A është mbledhur bordi? Po, janë mbledhur. Do të jemi gati kur të mbrej kryetari i bordit. Ai kishte një punë të vogël, po tha se do të vinte në kohë. Kryetari i bordit? Fatiu. Në rregull, lëre fare këtë. Fillo sapo të mbërrinj studentët për deklaratat. Në rregull? Në rregull, ashtu do bëjmë. Mirë, në rregull, hajde, punë të mbar. Duhet të gjem një zgjidhje edhe për Fatiun. Are të shohim si. Të lutem më ndihmo vajza ime, ti je shpresa ime vetme. Ozani do të bëj përsëri një çmenduri. Ç'tsohu zonja Julide? Çfarë ndodhi? A mos bëri diçka Ozani? Shkoj në shkollë. Do t'jap deklarat duke thënë se të puthi me zor ty. Do ta shkatroj jetën e tij ndërsa përpiqet të shpëtoj tënden. Bia ime, të lutem më ndihmo, vetëm ti mund ta ndalosh. Ai po bën diçka shumë të gabuar. Në të kundër jeta e tij do shkatrohet. Zotëri Fati, përse je ende këtu ti? Pse nuk është mbledhur bordi? Një problem të minutës së fundit, zotëri Mirëmtas. Djali yt, ai dëshiron të marrë vetë të gjithë fajin përsipër. Kjo mund të ketë pasoja shumë të rënda, por shikoja se çfarë mund të bënim. Zotëri Fati, puna juaj nuk është të shpëtoni studentët, por të mbledhni bordin. Ju lutem mos ndorhini në çështje për te autoritetit tuaj. Në rregull, por i riu në fjalë Ozani dhe është për një puthje të thjeshtë. Bordi do ta vendos për këtë. Detyra jonë është të sigurojmë që gjithçka të shkojë pa probleme dhe sipas orarit. Ju lutem shkoni dhe mbledheni bordin menjëherë. Mos e lini të gjithë aksionerët duke pritur kot. Do të fillojmë kur të vi koha. Zotëri Fati, unë të thash tani. Do më thuar s'ka gjë, apo jo? Që leta thot se më puthja i me zor, leta djeg veten, pse duhet më interesoj mua? Asla. Nëna, ata që po përpiqesh të më detyroje ta bëja dje, Ozani po e bën vetë sot. Dhe po e bën me dëshirën e tij. Ai horç që thej se do më harronte për 2 javë, po hidhet në zjarr për të më shpëtuar mua. E di, bia ime, më vjen keq.
Dëgjoj isha shumë e friksuar. S'pash më larg, mu erën syt, sepse po mendoja për ty. E di, nën. E di. Hajde, të shkojmë të ndihmojmë sa më shpejt jetë e mundur. E Lyl të thash, kur të dilnin pas shiut këtë mëngjes, do të kishte shumë këpurdha. Ja, shiko, kam birë disa atje. Po, ke të drejtë. Je ende e zëmëruar me mua, apo jo? Për shkak të ati djali që po të pëzdiste. Unë nuk jam e zemruar me asë kënd, vëlla Koraj. Qëllimin e kisha të mroja. Kam një gjallëri rinore brenda vetes. Natyrisht jam një person që dëshiron t'i mbroj ata rreth meje. Unë nuk kam nevoj për asë një farë mbrojtje, vëlla, faleminderit. Të mbledhim edhe ca dhe pastaj të ikim. Unë mërzita unë. Gjithsesi s'kan bejtur më. Eylül. Eylül. Bir... A ka njeri aty për të më ndihmuar? Kryetari që e mbrëm nuk na qenë ka shumë korrekt, apo jo Tarik? Bordi nuk ka kohë të ullet dhe të pres. Do t'i telefonoj, do ketë patur problem. Alo, profesor Tarik. Fati apo vjen? Alo. Mbaroj bateria. Do të shkoj ta kontrolloj në zyrë. Jo, nuk është e nevojshme. Në rregull. Sigurisht, dikush prej këtu mund ta marrë rolin e kryetarit. Zonja Deria, nëse ju duket e arsyeshme, a mund ta drejtoni seancën ju? Sigurisht. Jo. Nuk mund të emërojmë një kryetar kështu. Fatiu ka disa ditë që përgatitet. Mendon se është e hishme ti mbajmë antarët e bordit duke pritur për kaq gjatë Tarik? Ky bord është mbledhur shumë herë më parë, ka bërë punën e tij dhe është mbyllur. Dhe nuk ka nevojë të ndërpriten gjërat. Mimtaz, po flasim për jetën shkollore të Ozanit dhe Aslës, mos fol mërzira të them. Jo, Tarik. Në lojë është reputacioni i shkollës. Si mund të dalim përballë aksionarëve nëse jemi kaq të paaft edhe për detyrën më të thjeshtë? Mbledh veten tani. Vendos me mendje, jo me emocione.
Zonja Derja? Zotri shofer, a mund të ecni pak më shpejt, ju lutem? E kemi shumë me ngut. Po thuaj se mbërritëm, e mos u shqetëso do t'ja dalin. Mos u stresoni shumë, zonja Julide, gjithçka do të shkojë mirë. Tarik? Do të ishte më mirë nëse do të përqendrohesh te bordi. Zoti Mymtas? Mund të filloni kur të doni, zonja Derja. Ju jeni kryetarja, lutem vazhdoni. Thirrë studentin që erdhi për të dhënë deklaratë. Po, zonjë. Zotri Ozan, urdhroni. Eylül. Teyze. Ku shkuan të gjithë? Nuran, çfarë ke? Asgjë nuk kam. Mos e ke parë tezen time? Ajo shkoj me Razien. Eyluli? Eyluli dhe djali Razi si ka në prua, më siguri ka nikur për të mbledhur këpurdha. Faleminderit, faleminderit. Përse nuk më zgjuan mua ato? Teze? Teze? Teze, a je mirë? Teze, më dëgjon? Akuzat ju janë bërë të qarta, zoti Ozan. Urdhroni, cila është mbrojtja juaj? Nuk ka asgjë për të mbrojtur. Është i gjithë i fajin. E kam puthur me forcë Aslën pa pëlqimin e saj. Për çfarë po flet ky djalë, më thuaj? Asun që kuptoj. Aslë është e pafajshme. Nuk ka nevojë që ajo të jap deklaratë. Nëse ka ndonjë krim, është imi. Ozan, nuk jemi vonë apo jo, shpirt? Takimi s'ka filluar ende? Ozan, mos thuaj se ke bërë ndonjë çmenduri. Më thuaj, birë, më thuaj, nuk e ke bërë ato. Bërë ata që duhej bërë. U thash që e putha me forcë Aslën pa pëlqimin e saj. Ozan, si mundet të bëje diçka të tillë? Si mund të thuash diçka të tillë, as të vjen keq ty? Asla nuk ke nevojë të kthehesh më në Izmir. Tani mund të studiosh e qeta. Zonja e dije, më vjen keq që të kam shqetësuar kaq shumë deri tani. Prandaj të kërkoj falje. Unë nuk do shfaqem më para teje. Shkojmë nëna. Kjo është çesharake. Ata s'mund të marrin një vendim pa dhënë në deklaratën time. Nuk ke nevojë për deklaratë Asla. Kam mbaruar më. Shko në shtëpi. Jo. Unë nuk e pranoj këtë.
Unë nuk do të gënjeja për të mirën e askujt. Dhe askush nuk mund të gënjej për të mirën time. Asla? Nëse më lejoni, do doja që dhe unë ta jepja deklaratën time. Nuk ka asgjë për të mbrojtur. Zoti Ozan na shpjegoi gjithçka neve. Nuk jeni pse të shqetësoheni më. Nuk do të ndëshkoheni. Mund të shkoni. S'mund të merrni vendim pa më dëgjuar edhe mua. Kjo do të ishte çesharake. Ka avokat këtu që punojnë që para se të lindër shti, zonjush. Zgjidhi fjalët me kujdes. Largohu që këtej mos e sfido fatin. Jo, do të më dëgjoni edhe mua. Kam të drejtë të dëshmoj këtu, apo jo? Nëse do që të flas, mundet të flas. Nuk do të qëndrojmë këtu deri në mëngjes, zoti Tarëk. Kemi humbur mjaft kohë. Nxirreni jashtë. Zonjush, ju lutem largohuni. Mos e prek atë. Zhide, ti çfarë po bën këtu? Aslı ka të drejtë në fakt. Nuk mund të merrni vendim pa dëgjuar edhe atë. Detyra juaj është të zbuloni të vërtetën. Jo të ndëshkoni shpejt. Jeni të drejtë, zonja Gjylide. Do të dëgjojmë edhe dëshminë e Aslët. Nëse na lejoni, mund të marrim deklaratën e saj. Teze, hapi sy tani. Çfarë po ndodh bir? Nuran? E gjeta pa ndjenja. Është çorientuar. Duhet ta çojmë në spital sa më shpejt jetë Qendra numër. shëndetësore është e mbyllur sot. Mjeku është në qytet për punë. Duhet ta çojmë në spitalin e qarkut. A mund të gjesh automjet? Duhet të them një makinë, furgon, madje edhe traktor. Janë të gjithë në fush, me kohë Sabir. O zoti i madh. Pse të mos vinë ndonjë ambulancë këtu? Kush e di kur do të mbërri ambulanca? Hajde të nisemi, pastaj mund të ndalosh në një makinë dhe ta çosh. S'kemi që të bëjmë. Nuran? Hajde vëlla, hape telefonin. Nuran? Nuran? Mos ke frikë, ky djali do të çojë te mjeku. A mund të më ndihmoni tani? Sigurisht. Hajde teze. Hajde. A mund t'i tregosh familjes së saj? Sigurisht, i Në tregoj. Askush nuk e detyroi askë në këtë incident. Vetëm mendimi është merrues. Po, Ozani më puthi i pari mua, por edhe unë e putha ata. Kaq është. Mirë. Pse e bëri Ozani një deklaratë të tillë? Ai mendon se nuk do vazhdoj shkollën nëse do më ndërpritej bursa. Për të më mbrojtur mua nga ndëshkimi, ai nuk gënjeu, por e shtremboi të vërtetën. E kuptoj. Pra sipas mendimit tënd, kush është fajtor në këtë skandal? Kushdo që na ka filmuar, mua dhe Ozanin, ai. Ka shumë mundësi që i njëjti njeri ose njerëz kanë hyrë në profilin e Ozanit dhe e kanë publikuar video në internet. Nuk e di me siguri, por mendoj se ata duhet të ndëshkohen, e jo ne. E vërtet. Po, ka të drejtë. Në rregull, Asla, mund të largohesh. Bordi do të shqyrtoj dhe do të marrë vendimin e tij. Do të shpallet së shpejti. Ju faleminderit. Do ta shpallim vendimin së shpejti. Sikur kjo çështje të zgjidhej pa probleme.
Uroj të marroj me kaq. Faleminderit. Edhe për ty. Aslı dhe Ozani janë dy studentat tanë më të zgjuar. Ato kanë të ardhme të ndritur. Unë jam kundër rrezikimit të arsimimit të tyre për shkak të një keqkuptimi të vogël, pra për më tepër Aslı ka të drejtë. Nëse ka një fajtor, personi që e filmoi fshehurazi këtë video, as kush tjetër. Po, zoti Tari ka të drejtë. Megjithatë çështja këtu nuk është as niveli i inteligjencës së këtyre dy studentëve dhe as video skandaloze që qarkullojnë në internet. Problemi është reputacioni i këtij institucioni. Edhe unë e mbështes zotin Mymtaz në këtë çështje. Emri i shkollës son ka qenë në lajme për ditë të tëra për shkak të këtij incidenti qesharak. Duhet të marrin një vendim pa harruar se ky vend ka edhe vlerë tregtare. Duhet të ketë një penalizim për humbjen e reputacionit. Por këtu nuk ka krim. Nuk mund të krijojmë një krim vetëm për të ndëshkuar dikë. Zoti të bekoft, bir. Teze, shiko, mos e humb frymën duke folur. Do të gjej një makinë, do të çoj në spital. Prit pak, po thuaj se mbaroj. Thjesht rrëngoj dhëmbët në rregull? Po profesor Fatiu ku është? Ai ishte kryetari i bordit. Pse nuk erdhi? Ai në fakt ishte në anën tonë. Pse u vonon kaq shumë? Vërtet nuk i kuptoj çfarë ka për të folur kaq shumë. Nëse nuk do kishin ndërhyrë, do të ishte zgjidhur deri tani. Ozan, mos fol marrëzira, mos më detyro të tregoj me keqe. Duke torturuar veten nuk do zgjidhte asgjë, Ozan. Më beso. Vetëm ju të dy. Po, kryetaria e bordit tonë, zonja Deria, do ta shpallë vendimin. Zonja Deria, ju lutem vazhdoni. Dy studentët në fjalë u shpallën fajtor për veprat e mëposhtme, shfaqje të sjelljes imorale në publike, shfaqje të sjelljes imorale në publik, dëmtimin e reputacionit të një institucioni me reputacion të mirë, aktivizimin e pajustifikuar të alarmit të zjarrit dhe shkaktimin e panikut. Po ashtu shkaktimin e lëndimeve të lehta për 3 studentë. Bazuar në këto vepra penale, Komisioni Yt Disiplinor ka konsideruar të drejtë pezullimin e 2 studentëve. Për më tepër, në përputhje me rregulloret e fondacionit që kërkojnë një dosje paraprake të pastër disiplinore, nëse ndonjë prej studentëve merr bursë, bursa e tij do të ndërpritet. Këto janë vendimet.